Archer Thompson ishte një shofer taksie i zellshëm me vite përvojë. Një natë ai po voziste nëpër një rrugë të qetë në një hënë të plotë. Qetësia u thye kur pa një person të vetëm duke qëndruar pranë rrugës. U trondit kur zbuloi se ishte një vajzë 5 vjeçare. Prania e saj atje vetëm, pas një shpjegim, ishte të paktën e çuditshme për të. Ndërsa u ndal, vajza e vogël ju afrua makinës dhe i dha një shënim të palosur. Fytyra e tij tregoi frikë, pasi ky shënim do të niste një seri ngjarjesh që do të trondisnin jetën e Archer. Archer lindi në një qytet të vogël. Ai u rrit në rehatin e qytetit të tij të lindjes. Në moshën 50 vjeçare ai ndihej shumë krenar për veten. Ishte një bashkëshort i dashur për gruan e tij Daisy, një baba i dashur për fëmijët e tij dhe një gjysh i dashur për mbesat. Martesa e tij prej gati 30 vitesh me Daisy kishte kaluar shumë stuhi, por çdo herë ata dilnin më të fortë. Familja bazoi në lidhje, një lidhje fortë që as kohët më të vështira nuk mund ta thyenin. Daisy ishte infermiere, ndërsa Archer në vitin e tij më të reja voziste kamione në përvende. Ai ishte përgjegjës për kamion të rëndë që transportonin mallra në peisazhe të gjëra. Por me kalimin e kohës, ai u bë shofer taksie, çka i dha më shumë kohë për të kaluar me familjen e tij të dashur. Fundjavat e tyre ishin të mbushura me të qeshura të lumtura nga mbesa e tyre, të cilët donin të ishin pranë Archerit dhe Daisyt. Archer ishte shumë krenar për Spencerin, djalin e tyre. Spencer ishte vetëm 29 vjeç, por tashmë ishte një profesor universitar i respektuar. Kjo bënte që miqtë e Archerit ta kishin zili. Përgjigjja e Archerit për atë që bënte jetën e tij familjare aq perfekte ishte thjesht dashuria. Ai mendonte se çelësi i lumturisë ishte dashuria për gruan dhe fëmijët e tij. Kur ai kaloi nga drejtimi i kamionëve të taksit, shefat e tij respektonin dhe admironin. Vitet e tij të përvojës ndihmonin kompaninë e taksive dhe kolegët e tij kishin një respekt të madh për të. Zemra e Archerit ishte vendosur te puna e tij dhe pse Daisy e nxitonte butësisht të mendonte për pensionin dhe bënte gjëra që i pëlqenin. Rruga ishte streha e tij dhe tingulli i motorit dhe era e gomave në asfalt ishte një këngë që nuk mund ta linte. Daisy dinte çfarë donte ai dhe e mbështeste atë për pasionin e tij, por nuk mund të mos shqetësohej për të. 6 mars 2009, por si çdo ditë tjetër, Daisy përgatiti Archerit vaktin e ditës. Sanduiç të shëndetshëm të mbështjell me kujdes me letër alumini të shoqëruar me një smoothie. Ajo nuk ishte idenë se kjo ditë do të ishte ndryshe nga të gjitha ditët e tjera dhe do të ndryshonte rrjedhën e jetëve të tyre përgjithmonë. Ndërsa mbrëmja erdhi dhe turni i Archerit po mbaronte, ai mori një telefonat që i kërkonte ndihmë menjëherë. Ai shikoi adresën dhe pa se ishte në anën tjetër të qytetit, kështu që vendosi të merrte një rrugë të shkurtër. Ndërsa Archer voziste taksin e tij nëpër një rrugë të rëndë drejt, toka e pabarabartë trondiste makinën dhe vinte në provë aftësitë e tij. Dhe pse kishte drita të forta, ato nuk mund të ndanin errësirën, çka e bënte të vështirë të shinte. Megjithatë, ai vazhdoi pa ndryshuar mendje. Pa pritur një gjë e çuditshme u shfaq para makinës së tij. Ai duhet ta shinte nga afër sepse nuk dinte nëse forma ishte një person apo një kafshë. Ndërsa u afrua nuk mund të besonte çfarë shinte. Ai hoqi syzet, fërkoi syt dhe hapi përsëri për të qenë i sigurt. Atje, në dritën e fenerëve, pa diçka që nuk kishte kuptim. Një vajzë e vogël duke qëndruar vetëm në errësirë. Kur përballë me atë që pa, ai duhet të hiqte syzet dhe të fërkonte syt për të qenë i sigurt se çfarë shinte ishte vërtet. Ishte një vajzë 5 ose 6 vjeç. Ajo qëndronte pranë anës së rrugës, sikur ishte humbur ose kishte nevojë për ndihmë. E verbur nga drita e makinës, ajo mbylli sytë dhe i mbuloi me duar. Me zemrën që i rrinte nervozisht, Archer u ndal dhe doli nga makina. Si përfundove këtu e dashur? Pse je vetëm? Pyeti ai duke marrë dorën e vajzës me kujdes. Ajo shikoi me sy të mbushur me trishtim dhe dëshpërim, pastaj pshërëtiu dhe thjesht luajti kokën pa thënë asnjë fjalë. Nuk do të flasësh me mua, apo thjesht nuk mund të flasësh? Pyeti Archer. Ai ishte i shqetësuar duke menduar se mund të ishte braktisur ose kishte ikur. Ai mund vetëm ta shikonte dhe të pyeste se kush mund ta kishte bërë një gjë kaq të tmerrshme. Por para se të bënte diçka, vajza e befasoi. Ajo dukej sikur kishte një ide të papritur dhe e shikoi me kujdes shoferin e taksis duke pohuar me kokë. Ajo mori një stilolaps dhe një letër të palosur nga xhepi i saj.
Pastaj shikoi Archerin me shpresë dhe ja dha shënimin. Ai e zhvilloi letrën, e cila ishte shumë e vjetër dhe rrumbullakët, dhe lexoi shpejt atë që ishte shkruar. Me habi, shënimi, plot gabime gramatikore, thoshte se vajza duhej dërguar urgjentisht në spital, ku gjyshja e saj ishte tashmë pranuar. Dukej sikur shënimi ishte shkruar nga një fëmijë analfabet ose një fëmijë që sapo kishte mësuar të shkruante. Archer nuk mendoi shumë dhe bëri atë që duhej. Thirri kompaninë e taksisë dhe u tha se dikush tjetër duhet të merrte klientin. Dhe shumë keq që ajo të ishte vetëm, veçanërisht në një rrugë kaq të rrezikshme natën. Kush e di çfarë do të kishte ndodhur nëse ai nuk do të kishte kaluar. Archer pa diçka të gabuar me dorën e vajt të vajzës, ndërsa ajo hyri në ulsen e pasme të makinës. Duke sikur ishte lënduar kohë të fundit. Ai nuk dinte se ku po trajtohej gjyshja e saj në spital, por e dinte se duhet ta çonte atje menjëherë. Ndezi motorin dhe filloi një udhëtim të pasigurt. Vajza shikoi në dritare dhe veproi shumë e qetë gjatë gjithë rrugës drejt spitalit. Ajo bënte vetëm tinguj të ulët dhimbje kur makina kalonte mbi një grop. Ishte e qartë se dora e saj ishte lënduar dhe lëvizja e saj dëmtonte edhe më shumë. Udhëtimi vazhdoi dhe kur mbërritën, Archer ndjeu shqetësim papritur. Ai duhet të gjente gjyshën e vajzës, por nuk dinte emrin e saj. Duke kuptuar se vajza e cila dukej e heshtur, ndoshta nuk mund ta ndihmonte, pyeti në front desk nëse një grua që dukej si gjyshja e kësaj vajze ishte pranuar kohë të fundit. Problemi më i madh ishte se ishte kundër politikës së spitalit të jepnin emrat e pacientëve, por ai shpjegoi çfarë kishte ndodhur dhe me fat, infermiera në detyrë mërzit për vajzën dhe vendosi ta ndihmonte. Ajo kontrolloi në sistem dhe gjeti se Charlotte Green, e pranuar për një sulm në zemër, ishte personi vetëm që mund të ishte gjyshja e vajzës. Kur dëgjoi emrin e njohur, vajza tregoi shenja të vogla gëzimi dhe duke sikur harronte dhimbje në dorë. Ndërsa kjo ndodhi, infermiera duke se hezitoi për një moment, por pastaj tërhoqi Archerin anash për të folur pa e dëgjuar ajo. Shikoni, zoti Thompson, nuk di si t'ju them këtë, por Charlotte Green vdiq 3 orë më parë, tha ajo ngadalë. Archer u përpoq të qëndronte i qetë, por nuk dinte çfarë të bënte më pas. Plani i tij i parë ishte të çonte vajzën në spital, por pasi gjyshja e saj kishte ikur, nuk dinte ku ta linte. Pas shokut të parë, ai më në fund kuptoi se duhet të mendonte për vajzën para se të vendoste çfarë të bënte me gjyshen. Infermierja hetoi shpejt krahun e vajzës dhe i tha Archerit se duhet ta çonte në departamentin e traumave pediatrike, duke sikur krahu vajzës ishte thyer, por duhej një rrezë X për të qenë e sigurt. Nga ana tjetër, gjendja e vajzës duke se përkeqësoi çdo minutë dhe ajo vështirë sa mund të qëndronte në këmbë. Archer e mori me kujdes dhe e mbarti në zonën e fëmijëve në anën tjetër të spitalit. Kur mbërriti mjeku dhe parezet, ai u trondit. Ajo nuk kishte vetëm një krah të thyer, por dhe disa brinj të dëmtuara dhe nuk kishte ngrënë me orë. Kjo do të thotë se duhet të pritej në spital sa më shpejt për të marrë ndihmë dhe për të mbikëqyrur shenjat e tjera. Kur Archer mbërriti në shtëpia të natë, gruaja e tij ishte shqetësuar dhe e pyeti menjëherë: "Dashuri, çfarë ndodhi?" duke i friksuar dhe shumë i zbet. Ai lëshoi një pshërëtim të trish dhe ul në një karrike për t'i treguar gruas së tij se çfarë kishte ndodhur atë natë. Pas dëgjimit të bashkëshortit, Daisy nuk mund të mbante lotët, sepse ndjej keq për vajzën e varfër që kishte humbur gjyshen dhe ishte çuar në spital me shumë kocka të thyera në të njëjtën ditë. "Duhet ta ndihmojmë. Çfarë thua, të shkojmë ta shohim nesër në spital?" pyeti Daisy bashkëshortin e saj, duke shikuar në sy me shpresë. Ajo dinte se kishte të drejtë, sepse duke sikur mund të lexonte mendimet e bashkëshortit. Ai sapo kishte dashur të thoshte të njëjtën gjë. Kështu Daisy dhe Archer shkuan në spital të nesërmen në mëngjes dhe me surprizë të çiftit, mjekët i pritën me lajme të mira për vajzën e vogël. Ajo nuk ishte e memece, ndoshta kishte kaluar një stres mendor që e bënte të vështirë të fliste, por kordat e saj vokale ishin mirë. Një nga mjekët arriti ta bënte të fliste dhe kështu zbuluan se emri i saj ishte Lili. "Wow, kjo është një mrekulli, doktor. Kur do të jetë gati?" tha Daisy. "Sollëm ushqim dhe lodra dhe do të donim të flisnim me të voglën. Vetëm anëtarët e familjes lejohen të vizitojnë në spital, por pasi policia nuk i ka gjetur ende dhe çifti kishte qenë kaq i sjellshëm ndaj Lilit, pediatri u tha se mund ta shihnin së shpejti." Vajza e vogël pa një fytyrë të njohur dhe u gëzua. "Më në fund ke ardhur, shoferi i taksisë." Ajo duke shumë ndryshe nga si kishte qenë kur Archer i kishte gjetur dhe tha: "Të ka munguar."
Ajo nuk ishte më zbet dhe fytyra e saj nuk dukej aq e trisht sa më parë. Sytë e Archerit u mbushën me lot kur më në fund dëgjoi fjalët e Lilit. Zëri i saj ishte kaq i bukur sa çifti donte të bërtiste nga gëzimi sa më fort. Lili ishte shumë e lumtur kur Arch dhe Daisy vinin ta vizitonin, veçanërisht sepse i sillnin lodra dhe dhurata të tjera. Që atëherë çifti shkonte te Lili çdo mëngjes dhe ndonjëherë edhe më shumë se një herë në ditë. Ata ishin të lumtur ta shihnin se ajo ndriçoi si një pemë krishtlindje sa herë hynin në dhomë. Archer kishte përpjekur të zbulonte çfarë kishte ndodhur asaj dhe gjyshes së saj gjatë gjithë kohës. Kur e kishte gjetur Lilin në pra rrugës, ai tashmë kishte folur me policinë dhe u kishte treguar gjithçka që kishte ndodhur. Gjatë hetimit u zbulua se Charlotte Green, gjyshja e Lilit, ishte kujdestarja ligjore e vajzës, sepse prindërit kishin probleme me lojrat e fatit dhe pijen. Ata nuk ishin punë të qëndrueshme dhe largoheshin për ditë të tëra, duke kaluar më shumë kohë me makinat e lojrave dhe shishet e alkoolit se sa me vajzën e tyre. Për shkak të kësaj, të gjithë paratë e familjes shkonin për të blerë alkool dhe për të paguar faturat e shumta të çiftit, të cilat rriteshin çdo ditë. Edhe pse ishte sëmur, gjyshja e Lilit luftoi dhe fitoi të drejtën për të qenë kujdestare ligjore e saj. Charlotte donte dhe kujdesej për mbesën e saj deri në frymën e fundit. Charlotte ishte gjithmonë e trisht që duhet të rriste një vajzë kaq ingrate, e cila duke se kujdese vetëm për pijen dhe lojrat e fatit, dhe që mund të ishte këndshme dhe të injoronte vajzën e vet. Prindërit e Lilit nuk kishin një jetë të qëndrueshme, kështu që ata shpesh qëndronin në shtëpinë e Charlottës. Kjo bënte jetën e Charlotte të vështirë dhe plot probleme dhe shqetësime. E bia e saj Brenda nuk i interesonte as pak se çfarë do t'i ndodhte fëmijës së saj 5 vjeçare që jetonte me gjyshen e sëmur. Një ditë Charlotte pësoi një sulm në zemër. Ajo kishte dhimbje në gjoks, kështu që përdori energjinë e fundit për të thirrur një ambulancë, pastaj ra në dyshemen e kuzhinës dhe humbi vetëdijen. Gjatë gjithë kohës Lili u ulu pranë gjyshes së saj dhe qau. Brenda ishte në dhomë për krau, por nuk hapi as derën në dhomën së saj kur ambulanca erdhi për të marrë nënën në spital. E vërteta është se Lili nuk donte të jetonte me nënën e saj alkolike, ndërsa babai i saj ishte larg duke vuajtur dënimin e tij të dytë 1 vjeçar në burg. Kështu ajo la shtëpinë natën kur nëna e saj deri u flinte në divan në dhomën e ndenjes. Ajo eci ngadalë në rrugë, pa qenë e sigurt se ku të shkonte në atë orë. Në atë kohë nuk ishte shumë njerëz jashtë, kështu që askush nuk mund ta ndihmonte. Në një moment Lili ju afrua një ndërtesë të vjetër që duke e braktisur. Muret e saj ishin në rënoja dhe dritaret e thyera tregonin se askush nuk ishte jetuar atje për një kohë të gjatë. Drita që vinte nga bodrumi tërhoqi vëmendjen dhe ndërsa u afrua u pengua në disa hapa të thyer. Dhe pse u lëndua, nuk ishte vetëm për shumë pak kohë, sepse burri që jetonte në bodrum e gjeti shpejt. Lili kuptoi se ai nuk kishte shtëpi kur pa rrobat e tij, por burri ishte i sjellshëm dhe pse dukej çuditshëm dhe nuhas të keq. Ai ofroi një sanduiç dhe çaj. Kur burri pas se dora e Lilit ishte lënduar, nuk mund të mos ndiej keq për të. Ai e dinte sa e vështirë ishte të jetosh në rrugë dhe nuk donte që një vajzë e re të kalonte atë që kishte kaluar ai. Burri shkroi një shënim dhe vendosi në xhepin e Lilit, kur ajo nuk po shikonte. Archer, shoferi i taksisë, e gjeti shënimin kur takoi atë. Kur Archer dëgjoi historinë e Lilit, nuk mund të mos qante. Ai nuk e kuptonte se si nëna e Lilit mund të ishte kaq mospërfillse ndaj vajzës së saj. Pastaj, pasi i tregoi Daisy rezultatet e hetimit të policisë, Archer e shikoi në sy dhe nuk tha asnjë fjalë. Daisy e dinte se çfarë po mendonte ai. Ata donin të kujdeseshin për Lilin. Nuk jemi aq të vjetër, kështu që mendoj se do ta përballoj. Nuk do të na mungoj dashuria dhe kujdesi, tha ajo me entuziazëm. Archer e përqafoi fort dhe i dha një puthje të ëmbël. Çifti bëri atë që kishin vendosur dhe mori leje nga shërbimet sociale për të adoptuar Lilin. Disa muaj më vonë, ajo luante e lumtur me mbesat e tyre të tjera, të cilat e pranuan menjëherë dhe u gëzuan që kishin dikë tjetër për të luajtur.